Coach, very important win. You won this game, this derby, but also Trepča won another derby. However, it's going to be tough in the last round. What decided the game tonight, actually? It's hard to say what decided the game. We have best 2 days of practice after last game. What we play disaster against Uli. Everybody focused. I saw one of the guys that they was feeling guilty why we didn't win at home. So we was really good practicing. We start game good. Then last 2 minutes of the first halftime, they make some serious. Janieva score some tough shots. They come back. But on the halftime, we have agreed. Hey, no panicking, no nothing. Step by step, minute by minute, we will lead. We mixing the defense by zone, by man-to-man, what we're practicing this week, and it was working great. We play like a team, we was moving the ball. I need to say that I don't like to say who played great, because everybody played great, but in key moments, Wendell Green take the ball, and he decided the game. So thank you for him. Thank you very much. Thank you. Pra, ajo që e tha trajneri Janković është se sonte lojtarët e ekipit i tij ishte shumë më i koncentruar, kanë bërë stërvitje të mira, sidomos 2-3 ditë e fundit, sepse shumica e lojtarëve kishin atë ndjenjen e fajësisë, sepse kishin humbur duelin me Yllin në shtëpi, prandaj sonte kanë hyrë të fokusuar në ndeshje maksimalisht. Edhe pse në fund të pjesës së parë Muhamed Ali Janieva i realizoi ato 2 treshet, pra disa gjuajtje të vështira nga pozitat e vështira, sikur se tha trajneri Janković. Megjithatë, gjatë pjesë lojës, gjatë pushimit mes të pjesë lojëve, u morën vesh që të mos bëjnë panik, që të shkojnë sulm për sulm, që të luftojnë top për top, dhe në fund duke mos dashur që t'i veçoj lojtarët, megjithatë e potencoi lojën e shkëlqyeshme të Wendell Greenit edhe Max Smithit, sidomos të Greenit, i cili shpërtheu në fund një fitore, pra e rëndësishme për skuadrën e Bashkimit, e cila mbetet lidere me një fitore më tepër edhe në xhiron e fundit në derbin kundër PSV me një ndeshje më tepër përparësi ndaj Trepçës, e në anën tjetër, pra Trepça në Minatori e pret Borën. Do të jetë xhiro dhe vikend shumë interesant para se të hyjmë në play-off. Prishtina tashmë në pozitën e 3, ndërsa vllazimi mbetet i 6. E tërë beteja do të bëhet tash mes të Golden Eagle Lyllit dhe PES për pozitën e 4 dhe përparësinë e fushës vendore. Nga Unagon Femiu dhe ekipi realizuesi i Oksigjenit, kaq për sonte, ne shihemi në vikend.